Përshëndetje, 27 prili 2025, këtu Opterush, rruga Qeluknalet, Azër, po Opterusha këtu ka histori të madhe, edhe ka histori të madhe Opterusha, betejë e madhe që u bën në Opterush, po këtu më zot, kusha fal, pruni zoti, këtu më pruni zoti në Opterush, pasë rruga që e bëhe një rrugë e rronë e vështirë, që u bën betejë e madhe, që u bën zotin animot, po që të janë tashme qështu lufta pa u ndalë, po 5 dëshmorëve këtu rritë bici e një arizi, shumë përshëndetje Murat Loku. Si ja kalove? Mirë jemi, do t'jemi mirë. Ja rritëm erdhëm pra këto te kulla e Avni Ajrizit Ajrizit dhe dëshmorëve të tjerë. Xhelal Hajda, Hajda, Toni dhe Mici, dhe 3 lule Qiqavicës. 3 lule të Qiqavicës. Të cilët dhanë jetën më të çmueshme, jetën për zhvillirimin e vendit. E jona mbetet vetëm të respektojmë e të nderojmë, për atë arsye se më e çmueshme se jeta nuk ka, edhe s'do të ketë. Ja. Po unë spori përshëndes familjet e dëshmorëve, invalidët, veteranët e luftës, edhe ato të cilat kontribuan, nënat të cilët lindën bi dhe bia për të dalë sot vendit, po një ashtu mërgatën e cila dha kafshatën e fundit për shlirimin e vendit, edhe i përshëndes nga këtu, kanë respekt në Opterush të Rahovecit për 3 dritat e Qiqavicës dhe 2 lule të Rahovecit, Mici. Dhe Micit. Me Ajrizin e kam dritë Qiqavicës e një familjen majti, edhe krenohem. Kështu që i përshëndes familjet e tyre të mbahen të jenë krenar për bijet të cilat i paten dhe do t'i kenë gjithmonë në zemra tona. Faleminderit shumë. Këtu sot me 27 prill me Murat Lokun, këtu jemi në Opterush, këtu veni ku zhvillu betejë e rronë, edhe sot me Murat Lokun dhe historia nuk des, historia ka me nejtë për jetë e matë. Jam për 5 dëshmorët, për 5 dritat, këtu në Opterush që kanë ra, Toni dhe Mici, Avni Ajrizi, Bekteshi, këtu tërë emna s'pi maj men, po dhije që tash, se këm lapidarin, edhe jemi të kulla, po kulla shajt, unë krenohem me kretarin, me kejt ata që kanë bo, për pjeke edhe për drita tona, për lule tona, lavdi për jetë matë, sot 27 prill, koha që po shkon, koha që po merë, koha, po, edhe para lapidarit që tje,
Po. Po keri. Këtu jem në pranë lapidarit të dëshmorëve, të cilët ranë herakisht në vitin 1998, Seladin Mullabazi Mici, Atoni, Bektesh Aliti, Hamdi Hajrizi, Nezir Ymeri, të cilat dhanë jetën më të çmuar për lirinë e vendit. Lavdiu qoftë gjithë dëshmorëve të kombit, lavdiu të qoftë herojve, po ashtu respekt të gjallëve të cilët dhanë gjymtyrët në përmangje të usullës heroike. Këto pranë makinave të cilat luftuan dhe kryen aksione të rëndësishme. Vllazër dhe shokë, ju të cilët nderoni dëshmorët dhe të nderoni Zoti. Ai i cili në fjalë thoshte ndjeri patrioti heroi, një trashmori, ai që nuk i Me Zot lartë. që rrof njëri si, ai që nuk i respekton që rrofin 200. Ora nuk ata të cilët nuk i nderojnë dëshmorët, nuk i respektojnë ushtarët për çlirimin e vendit, atyre ju qërrofin 200, që ju kanë qërru. Për lakmit e tyre. Lakmit e tyre personale. Qati nalu. Sot, 27 prill 2025, po sot, në këtë ditë, e kena masakra mejës, masakra gjigante, meje, po, sot, me Murat Lokun, nga Kotlina, fshati Kotlin, Grikës Kaçanikut, Honit e Lezit, invalidi luftës, po dhe kryetari UÇK Honit e Lezit. Murat Loku është një familje shumë e çmuar, familja Loku nga Gryka Kaçanikut, flet edhe historia, flet historia për familjen Loku. Ata drita që kam të lijue, ata lule, janë gjallë shpirtin tonë, po kujtimet jesin me shekuj, familja jonë me shekuj ka luftu për me arritën sa ku jemi na sot, pasha që tokë, që e kina dhonë betimin, pasha që tokë, që përsheni, na e amanetin men kina me qu luleve tona, dritave tona, lavdi për jetë më dëshmorve, lavdi dritave tona, lavdi për jetë. Perenia në shpërbleft, qërë kjo kulla e shajt, kjo lule, kjo kulla ka me met histori. Po, kryetori, komandanti, Ismail Latifi, komandanti, dhe ishmi bashkë të melimin e UÇK-s, dalja hoptas në Drenoc, me 26 prill 1998. Po, sa dune me Murat Lokun rrugës për meje, edhe për krum të hasit, mi taku shpirt rore, familje që ka vonë kontribut jashtëzakonshëm, sa që na gëzo me lirinë.